a ka patur rritje të rasteve të kërkesave për të divorcuar nga çiftet shqiptare? Atëherë, fenomeni i divorceve, vitet e fundit, ka pasur gjithmonë një tendencë në rritje. Si rastet e kërkesave për zgjidhjet e martesës, ashtu edhe vendimet e gjykatës me këtë objekt janë gjithmonë në rritje. Faktorët pastaj që çojnë në kërkesat për divorc, për zgjidhjet e martesës, janë ato që kanë qenë gjithmonë, janë faktorët e përhershëm që janë aty, por me ndryshimin e kushteve sociale, ato që reflekton dhe shoqëria, reflekton edhe në ndryshimin e arsyeve pse çon në zgjidhje martese familja shqiptare sot. Ato arsyet e përhershme janë arsyet ekonomike, janë faktorët social që kanë qenë gjithmonë emigrimi, që por rikthehet akoma më shumë vitet e fundit, patëm një moment një farë qetësie arsyet që çonin në divorc për arsyet e emigrimit. Për shkak të njërit të partnerit cili mund të ishte në emigrim dhe pastaj lidhja bëhet e humb funksionin e saj. Dhe këtë fenomen po e shikojmë vitet e fundit të rikthyer, sepse ishte një fenomen që kishte rënë pak në qetësi. Rrjetet sociale janë ato që ndikojnë shumë në zgjidhjet e martesave për arsye se duke pasur një qasje shumë të madhe tek rrjetet sociale dhe duke parë dhe duke krijuar një ide të gabuar gjithmonë, atë çfarë na shfaqin rrjetet sociale, duke na treguar një jetë shumë të bukur, ti dashje pa dashje shkon e kërkon dhe në familjen tënde, duke krijuar një iluzion kështu. Që do të thotë, ne deri diku jemi në temë debati e ditës së sotme është mbyllja e TikTokut, për shkak të disa problemeve sociale dhe kryesisht tek të rinjt. Nga ana tjetër, teksa diskutojmë mbylljen e TikTokut se si ndikon në jetën shoqërore të gjithë secilit prej nesh, shohim që ka një numër, në mos gaboj e kuptova drejt apo jo, ka një numër të kërkesave për divorc për shkak të ndikimit që çiftet kanë në rrjetet sociale, për shkak të modelit që ata marrin dhe shohin pikërisht nga rrjetet sociale, qoftë TikToku, qoftë Instagrami, Facebooku e tjerë e tjerë. Është kështu. Po, është e vërtetë. Është e vërtetë, por jo domosdoshmërisht mbyllja e TikTokut do sjellë edhe uljen e numrit të kërkesave për zgjidhje martese. Pasi nuk është vetëm TikToku si rrjet social që ne përdorim vazhdimisht. Kemi Instagramin, kemi Facebookun, janë rrjetet të ndryshme që sot dalin dhe të gjithë i përdorin. Kështu që unë nuk besoj që mbyllja e TikTokut do ketë një faktor të drejtë për drejtë në uljen e kërkesave për zgjidhjen e martesës. Në këtë anë le të flem të qetë. Nuk e mendoj që do të ndikojë kjo.